Përshëndetje miq, shpresoj t'ju gjej të gjithë me shëndet të plot dhe energji. Mirë se erdhët përsëri në kanalin ton. Sot kam përgatitur për ju një nga ato zgjidhjet super ekonomike që do t'ju shpëtojnë nga një për probleme më të bezdishme në shtëpi. E kam fjalën për ato vizitorët e padëshiruar që na dëmtojnë kopshtin, oborrin, lulet apo më e keqe na futen brenda në shtëpi. Po, e keni gjetur sakt, mint dhe buburrecat. Dhe më e bukura, nuk do t'ju duhet të shpenzoni asnjë lek për helme të shtrejta apo kimikate të rrezikshme. Gjithçka e keni gati në shtëpinë tuaj. Le të fillojmë menjëherë me përgatitjen. Merrni një enë apo një plat plastike që nuk ju duhet më. Përbërësi ynë i parë është detergjenti i rrobave në pluhur. Nuk ka rëndësi marka. Përdorni çfarëdo lloj pluhuri që keni në shtëpi. Do të marrim 2 lugë gjelle plot me pluhur rrobash dhe i hedhim në enë. Nëse keni një hapësirë shumë të madhe apo problem më të madh, mund ta dyfishoni masën e të gjithë përbërësve. Hapi 2. Tani do të shtojmë sheqer. Mund të përdorni sheqer të bardhë, sheqer kaf apo sheqer pluhur, çfarëdo që të keni pranë. Hedhim 2 lugë gjelle sheqer mbi pluhurin e rrobave. Ndërkohë, nëse ju pëlqejnë këto këshilla praktike dhe receta natyrale për shtëpinë, mos harroni të bëni subscribe dhe na lini një koment. Tani i trazojmë mirë këta 2 përbërës me njëri tjetrin. Hapi 3. Përbërësi ynë i radhës është pasta e dhëmbëve. Përsëri, mund të përdorni çfarëdo lloj paste që keni në shtëpi. Do të shtojmë saktësisht një lugë gjelle pastë dhëmbësh. Tani vjen pjesa më e rëndësishme. Filloni të trazoni me forcë dhe me kujdes të gjithë përbërësit. Duhet ta punoni masën mirë, derisa të pasta e dhëmbëve të lidhet me sheqerin dhe pluhurin e rrobave, duke krijuar si dhe pse funksionon kjo metodë. Këtu fshihet i gjithë sekreti. Mint dhe buburrecat njihen si krijesat që hanë çdo gjë, por veçanërisht tërhiqen marrëzisht nga aroma e sheqerit dhe buka e butë. Ju duhet ta vendosni këtë copë buke me pas pikërisht në ato vende ku keni parë se kalojnë mint, pas mobiljeve, në oborr pranë ngardhit të kopshtit apo aty ku keni vënë re jashitjet e tyre. Sapo ta nuhatin, mint do të vinë me vrap dhe do ta hanë me oreks. Por ajo që ndodh më pas është fatale për ta. Kombinimi i detergjentit pluhur me florin që gjendet tek pasta e dhëmbëve krijon një reaksion brenda stomakut të miut. Kjo përzierje reagon me lëngjet e stomakut dhe ngurtësohet tërësisht. Stomaku i miut bllokohet sepse nuk arrin dot ta tretë këtë masë, duke bërë që ai të ngordhë në mënyrë të menjëhershme. Dhe më e bukura nga të gjitha, për shkak të këtij procesi ngurtësimi brenda trupit të tyre nuk lihet asnjëherë. Provojeni vetë në shtëpi dhe do të shikoni se si kopshti, oborri dhe shtëpia juaj do të pastrohen përfundimisht nga mint. Miq, shpresoj shumë që t'ju ketë shërbyer kjo këshillë praktike. Ju falenderoj nga zemra për mbështetjen. Kaloni bukur dhe shihemi në videon e radhës.